Në organizim të shoqatës pedagogëve shqiptar në Tetov është mbajtur konferenca kushtuar arsimit shqip. Me këtë rast është folur për sfidat me të cilat përballet arsimi së fundmi. Për njohësin e rrethanave arsimore Xheladin Murati, për 35 vite, gjithsej ka pasur 20 ministra të arsimit, të cilët kanë premtuar çdo herë reforma, por asnjëherë nuk ka pasur reforma të mirëfillta. Sipas tij, vendi ka mbetur shumë pas krahasuar me vende tjera në sferën e arsimit. Të gjithë ministrat që kanë qenë kanë filluar të ndërtojnë diçka të lanë gjurmë se ka bën diçka, por realisht nuk ka përparim në funksionimin e sistemit arsimor, ose të gjitha rritësitë që ndodhin nuk janë në funksion të afirmimit të vlerave të mirëfillta pedagogjike, arsimore, kulturore dhe shkencore në këtë. Prandaj reforma bëhet fillimisht 5 vjet para përgatitet. Jo tash fillojmë me reformë në mënyrë deduktive, mandej nesër thojmë gabim, nuk bën kjo, do ta ndryshojmë prapë. Se kur flasëm për mbi ngarkesën e nxënësve me mësim, askush nuk e definon këtë çështje mbi ngarkesë. Kur flasëm për ngarkesën e nxënësve, çanca e nxënësit, sa nxënës do të merren me deformime boshni kurrizor, pra arsye se çanta peshon shumë më tepër se sa është lejuar me norma pedagogjike. Normat pedagogjike thonë çanta duhet të jetë rënd 15% e peshës së trupit të nxënësit. Unë e mati peshën e çantës së mbesës, ai ka 25 kg libra. Krahas shumë problemeve që përcjellin arsimin në vend, problem në vete është se kohëve të fundit nxënësit përballen me mungesë të librave në shumë lëndë mësimore. Në ndërkohë, kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, është optimist se në vitin e ri shkollor nxënësit do të kenë libra. Ne vetëm me sektorin e arsimit kemi përpiluar një strategji se si do të zgjidhet e njëjta, që nënkupton se këtë vit do të aplikohet për të siguruar gjitha librat të cilat mungojnë në shkollat e komunës së Tetovës, dhe pastaj do duhet gjejmë zgjidhje për fondin e librave shtesë, të cilët janë jashtë ligjit aktual që parasheh çdo vit që 20% e librave të mund të ndryshojnë me financim që bëhet nga Ministria e Arsimit, nga qeveria. Pjesa tjetër ka të bëjë me mungesën e librave profesionale. Gjithashtu kemi folë që çdo shkollë të përpiloj tekste profesionale, të lëndëve profesionale, dhe të njëjtët mund t'i sigurojmë ne si komunë në bashkëpunim me shkollat si tekste ndihmëse, derisa Ministria nuk gjen zgjidhje afatgjate me sigurimin e teksteve profesionale apo librave adekuate. Në ndërkohë, nga shoqata e pedagogëve njoftuan se kishin ftuar profesorë të ndryshëm, të cilët do të diskutojnë mbi problemet që ka në sferën e arsimit. Ne nuk mund të ndërtojmë, do thotë, një arsim cilësor nëse nuk kemi bashkëpunim me institucionet. Kush janë institucionet, duke filluar nga themeluesi, pasi shkollat janë komunale, po ashtu edhe institucionet edukative arsimore. Pse mos themi edhe në trekoncin didaktiko-metodik, bashkëpunimi me prind, nxënës dhe mësimdhënës. Unë besoj që bashkërisht të gjithë mund t'ia dalim. Sfera e arsimit është një nga sferat ku janë bërë më shumë reforma, por gjithnjë, rezultatet nga testimet të ndryshme të nxënësve sërish janë të dobta, në krahasim me nxënësit e vendeve të zhvilluara.